persona për oborët e veta. Edhe me një restorant nuk ka rëndësi. Dhe se ka nisë më këthy pak i trendi në kopsht të oborët, tavolina, dekore. Ajo shumë e mirë. Ajo është shumë e mirë, po... Ju i bani edhe këto organizime, Ajo këthy falë pandemisë, kur njerës normal nuk ishin mësua ashtu me festu me 50 persona, me 50 tëftuar, po tash edhe nëse e bon me 50 tëftuar, e bon një dekor ti për qëtrajt. E merë një muzikë, këntja do pika e qefit. Do me thonë, prapë është ajo kostë, njëtën sy me bo një dasëm me 300 persona. Ama është shumë i mirë, mu qka më pëlqen dhe qa kisha dasht shumë me qef me këty është nata e dasmës. Se vish që ajo pak është ma mangi dhe që ajo duhet mu festu, me nëjë që mrena kopshtit shpist, me një obar, me një diçka, e pate që shepate, pak ka rëndësi që është, po me nëjë se aty nuk ka ftesa, do me thonë nuk thire saranda vetëm e burë, po saranda ka me shku me fëmijit, me krejtse, gjithmonë është ajo mendimi se është në barë dhe nuk e ngushtan. Po tash bëjtoj shumica në Vanesa, në ashtë da kjo e ka